Të nderuar shikues, përshëndetje, ju përshëndesim sonte në një takim tonin të ri. Sonte në këtë emision kemi ndarë gjithë kohën për një personalitet. Zëri i tij u ngrit atëherë kur zëri i popullit e kërkoi. Arriti që me punën e vet të jetë çdo herë pranë popullit të tij. Në epitetin e tij si kryetar partie, arriti që të tregoj mirë fuqinë e një populli që në Kosovë shpeshherë edhe nuk ju njohet drejta. Por ai arriti që me kontribut, punë, vullnet, dashamirësi me qytetarën e tij, arriti që popullin e tij ta bëjë çdo herë në qendër të vëmendjes. Arriti që edhe problematika në qytetin e tij në Ferizaj të ngrisë zërin, duke qenë çdo herë zëri i qytetarëve të komunitetit të tij. Ai arriti që të krijojë edhe një koalicion së bashku me gjithë liderët e komunitetit Ashkali, që të krijojë një koalicion duke bërë kështu bashkë, duke krijuar zërin e popullit në mes të Partisë së Ashkalive për Integrim, PDK-s, dhe pashtu kemi lëvizja për bashkëveprim me mua Danush Ademi. Danush, përshëndetje, mirë se më erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Danushi nuk është vetë. Ne me Danushin do të flasim për politikë, por Danushi ka një talent në shtëpi. Ka dhe një djalë me cilin kënohet, jo vetëm sër djali i tij, po duke sjell një zë të bukur, një zë melankolik dhe një zë që ne do dëshironim ta kemi jo vetëm në përhahendjet familjare, por kudo që kemi festa të ndryshme së bashku me Hedi Ademi. Hedi, përshëndetje. Danush, me fol për ty, për punën tënde, duke qenë lider i partisë politike, po fillojmë nga Bashkimi Demokratik i Ashkalinjeve, duke shkuar me pas prap të PDK-ja, duke u rikthyer kështu si zë i Kuvenit Kosovës. Sa ka qenë e vështirë, Danush, që të mirësh me një komunitet ku pas lufte ka qenë goxha rrezik, me thonë që prit se unë jam Ashkali. Po, në fillim desa që përshëndes dhe do të tregoj një historik të shkurt se si kemi kaluar në për këto sfida të mëdha dhe suksese e ku jemi deri më tani. Në fillim në vitin 1999 është formuar Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës, PD, ASHK. Pastaj kjo u shndrua në PDK, ma vonë mas një viti. Dhe ishmi antar të asaj partisë të PDK-s buku një kohë të gjatë. Pas një kohë në disa mosmarrëveshje në parti, atëherë kemi kaluar, kryetari ka pas dhënë ndërheqje dhe na bëm një ekip të cilën kemi pas mbështetur Savit Ramanin. Dhe vendosim që ta formojmë një parti tjetër. Atëherë filluam të bëjmë partinë Bashkimi Demokratik i Ashkalive të Kosovës. Ne kemi pas përgatitur kryesinë, ne përgatitëm statutin, por kur erdhi koha vendet, kryetari mungoi. Si pas disa problemet e veta, arsyeja pa arsye ka drejtaj, dhe ne atëherë nuk u tërheqëm dhe një kryesi me shokët e mi thërëm kuvendin dhe u zgjedhëm kryetari atij subjektit politik. Me një herë kemi pas dalë në zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet lokale kemi fituar me Bashkimin Demokratik të Ashkalive të Kosovës në Ferizaj. Edhe në fushë Kosovë, mos gaboj. Po, edhe në fushë Kosovë. Pas asaj kohe, se unë kum pas garuar në listën e PDK-s për deputet në Parlamentin e Kosovës. Por, me plotësim të vendin e Savit Ramonit ka pas shkuar jashtë vendit dhe ka pas dhënë dorëheqje që atëherë unë kum zaventu me gjysmë mandatit. Për një kohë atëherë kryesia e PDK-s ka pasur dhe më ka kërkuar që sa ka mundësi, me që se unë e fitova mandatin e deputetit, atëherë kanë pasur Berat Qerimi me një delegacion të tyre dhe kanë kërkuar që unë të jem pjesë e PDK-s dhe ta udhëheqë Partinë Demokratike të Ashkalive të Kosovës me një kusht që ta shuj Bashkimin Demokratik të Ashkalive të Kosovës, partinë e cila veç isha unë në atë kohë. Duke llogaritur se ishte Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës, ishte një parti bukur, në parti nacionale, dhe atëherë ne vendosim si këshill ta shumë Bashkimin Demokratik të Ashkalive të Kosovës, të bashkangjitemi partisë PDK-s. Ku atë ishte për atë moment ushtrues detyre ishte Berat Qerimi. Edhe atëherë arritëm në një marrëveshje që kryesia mbi 55% të jetë e BDA, se cilën e kisha me veti.
që më stilo kolegtja. Normale. E kemi marrë partinë, e kemi udhëheq dhe me kuvend të zgjedhja kryetar. Dhe atëherë, me një herë prap, pas një kohë të shkurt, donim në zgjedhje dhe isha deputeti më i votuar nga komuniteti Ashkali dhe i fitum zgjedhjet që është radhës pas radhës. Deri tash, unë ku pas fituar 4 mandate deputet në Parlamentin e Kosovës. Dhe në kohën e fundit, për fat keq mund ta them, i hopëm zgjedhjet. Anosh, për gjithë ti suksesi që ka pas PDAK-ja gjatë këtij rrugtimi, duke ditur liderin Rahmani, ardhjen tënde, më në fund arriti mu bë një zë i popullit. Një bashkim politik ma shumë shpekulimeve, ma shumë ofendimeve për njëri tjetrin, arriti mu bë një bashkim politik brenda jush. Por, rastësisht, paj, apo individët brenda pajit, dolën me sabotuar këtë, duke shkruar me një listë tjetër në të zgjedhje. A është koalicioni PAI, PDAK dhe LPB më i fuqishëm se sa rrymat tjetër politike? Para se të dolemi te kjo, gjatë këtyre sfidave, Po. se në kaluan jam kanë një zë i fuqishëm i komunitetit tonë. Do flasim për kontributin tënd. Patjetër. Sigurisht do i kemi kohë të veçantë. Okay. Vetëm këtë do të lidhem. Ku jemi më fort? Për momentin, ne kemi pas një iniciativë në Ferizaj, Ura, dhe para se të me morë mina ditë Ura, atëherë ne kemi rënë konsultim me Qazim Ramoni dhe ja kemi dhënë partinë dhe ta udhëheq. Për dakë. Po nuk më pëlqenin mosjellet e tij në atë moment dhe atëherë u tërheka nga dash dorëheqje. Do të kthehemi prapë te Qazimi që kemi pse flasim për menaxhimin e PDAK-s nga Qazimi, por dua të them këtu dy taborët. Pse gjithë lider, është Etemi, është Qazimi, do të thonë njerëzit që e kanë marrë politikën e Ashkalive me një tabor dhe është një bukur është vetëm atje, që ka marrë menja që është i bukur, ka kriju parti edhe është vetëm tash, a kupton? Do të thonë kënej kemi ajken, kënej kemi bukurin që i thot vetit jo bukurash, ka konkuruar në zgjedhje atë, i ka dok omël pozita, edhe është me vetë. Ku jemi ma fort danosh? Po, për të dolë dhe të kjo pikë, në pak e kisha definu se që ka ardhër e të kjo. Hajde. Ne me... A pse e kom pas një në vetë? Ne e kishim në ditën e flamurit, në shkort, në 15 shkort, dhe aty kemi dalë masa e ka kërku që, unë kom dalë dhe e kom dhonë fjallën masës, ku mbi 700-800 vetë jënë kanë, që në zgjedhjet e radhës do t'jemi bashkë. Dhe ashtu edhe në Podujevë, një fjallem ku është festu fejës të flamurit, sepse syri qytetarit po ka dëshirë që na t'jemi bashkë. E ju të shpërnda. Atëherë ku erë koha kemi bisedu me Hetem Arifin dhe i kom thënë Hetemit që na pe bëjmë partinë bashkë. Pe bëjmë një parti, pavarësisht asaj, do të thirrmi edhe PDAK-n, edhe lëvizjen për bashkëveprim që na bashkangjiten. Me disa negociata ka ardhur edhe Qazim Ramoni, edhe jeton Arifaj? Jeton Emini. Emini, po. Kanë ardhur dhe u kanë bashkangjit koalicionit. Atëherë kur kemi fillu na, Artan Aslani nuk ka pos parti. Nuk ka pos parti. Ai nuk ka sot, sepse pasi është iniciativë shtetare, nuk është subjekt politik. Po, edhe ai neve na thotë se s'm keni thirr. Nuk ka pos nevojna me thirr, kërkon. Kërkon s'ka pos nevojë, se na, ai ka qenë deputet. Sepse ai nga PAI-ja ka dezertu. Sepse ka qenë deputet i PAI-s. I zgjedhën nga PAI-ja. Dhe i kom pas thonë Artan, ju keni gabuar për çfarë arsye keni mujt, ju do të më shtjerr mandatin, pas të dilni. Po se ka marrë ai këtë vërejtje, apo sugjerim, dhe atëherë tha na do ta bëjmë një parti me 3. I thash kush janë ata 3? Masi, na vetëm e bashkon i kena biseduar prap, dhe ai tha na do ta bëjmë një grup 3. Thash ju nuk jeni 3, sepse ju jeni të gjithë zoncat e me, mbi 70% të cilët i nikon partit tona. Pestar Tjashari, kon zamës ministri imi. Tjargo Gjolli kon antari imi, edhe punëtor. U kon Faton Beka njësoj, Bajram Goliqi njësoj,
Artan Aslani ka pjesë e jonja. Motrat e Artan Aslani ka punu në zyrën e zëvendësministrit të Ganiel Shanit, o punëtore imja. Dhe një numër i madh, tash mos ti cik me Gzim Gara, u kon këshilltar, Reson Makreshi, kon zëvendësministri. Te gjithë ky ekip i famshëm, të cilët ata e çujnë të ri, nuk është i ri. Ata kanë qenë punëtor të mirë, por kanë deshtë vetë të hapën një iniciativë, këse do të bëjnë diçka. Unë ju kom bëhë thire, kom thonë kjo është gabim. Sepse ne e kemi një strategji pak ma gjatë. Grupi jonë që ne kemi bëhë këtë iniciativë. Pas zgjedhjeve, na kemi bisedu që do të bëjmë një parti nacionale të komunitetit të në Shkali. Të gjithë do të shkrijen me një parti. A do këtë dakortim? Po, do të thirrmi një kuvend kombëtar, do të e temin janë, edhe qaza një janë, duke ditur mentalitetin e të në leadershipit. Pavarësisht asaj, na jemi thirrë në ato dhe kemi bisedu që do të thirrmi një kuvend kombëtar, i cili do të bëhet dykun me një qytet, si mos të frizajmë një sol, dhe do të kemi 500 delegatë ndoshta, dhe do të bëjmë një parti nacionale e komunitetit të Nashkari. Që në Kosovë të jetë vetëm një parti, jo 2 apo 3. Dhe kjo do ndodh një herë të shqyqojmë se besoj që do të fitojmë zgjedhjet, si koalicion, jemi një koalicion i madh, nuk kem koalicion i thjesht, sepse jemi lider të cilën më të vërtet kemi punu për. A mund do që ta riktheni dyshen në kuvend? Po kjo është qëllimi jonë që na të kemi 2 deputet në parlamentin e Kosovës, sepse arsyeja është, nëse mormi statistikën e popullatës, na jemi 2 hera po 3 ma shumë se egjiptianët, e jemi 5 herë ma shumë se rëmët. Dhe neve po na po brengosme dhe keme adert, se si mundë komuniteti egjiptas të ketë 2 deputet. Si? Po pra. Nga pimer. Bëj një pyetje shumë direkte. A janë komuniteti janë Shkali ndonjëherë jo falëndërues për kontributën dhe punën që ti Danush e ke bë? Nuk mund ta them që nuk janë falëndërues. Po te ne nëse bën një të mirë këtu. Problemet e komunitetit të cilët ne i kemi e mbulojnë këto dhe ty tupaja e mirë. Sepse varfria për te i kalën dhe për ja shpërnon trurin me një fakt. Do një herë është me e vlefshme një pako të cilët ja ofrojnë për zgjedhje dikush, sa që e ka marrë një shtëpi apo 2 me një bërë. Sepse nevoja dhe varfria e bën një gjotë të tillë. Por kemi raste tjera. Pra ato familje të cilët kemi ndërtu dhe kemi bëmë gjënë punësu, të ta nuk kemi nevojë shumë të kërkojmë votë. Se thot, ju na keni bënë të mirë, ma keni marru një shtëpi, thot, gjithmonë sa jemi gjallë kemi jam javën votën. Po të njerëz të varfër kemi problem. Pse jemi problem? Unë këtë mesazhe për cilën edhe të liderët e mdhej nga të PDK, LDK, Aleancë të gjithë. Ne ma vështirë kem të përfasojmë popullin se këta. Përderisa një lider i partisë të madhe, PDK-s, apo LDK-s, fol për kekun, apo fol për asfaltime, autostrada, ne folmi për ushqim, ne folmi për paku, ne folmi për mill, ne folmi për një strehim të nxehtë këtë. Dhe me thonë dallimi është shumë i madh. Ne asnjëherë nuk kemi mundësi dalim të aja pikë që edhe natë punojnë për asfaltim, apo për ndonjë si për marrje të madhe, sepse situata ashtu të imponon projektin, programin. Kam dëshirën me su marrë me këto. Tash, nëse zgjidhmi, unë kam fjalimin e parë, pavarësisht kush e merr Albin Kurti, e merr ndonjë koalicion, apo e merr PDK-ja, e merr LDK-ja. Nëse unë jam deputet, asë një partisë nuk t'i bashkan gjitna. Të sëra nuk i plotson kërkesën tim. Kërkesa jeme nuk është më sheft. Kërkesa jeme do t'jetë publike. 1000 shtëpi për komunitetin. Njëherë për gjithmonë me mujt, me mbulu, me rehabilitu, se ende, na tash kemi donë teren, këtë ftoft njerës banojnë për kontinjera, ala. Danush, në anën tjetër, ka njerës të cilët komunitetit janë të shkolluar, ka rëndum të masterave të ndryshme, diplomive të ndryshme. Mirë po i shet duke punu kamarjer, duke ikë për shtetit,
A është ngrit zani ndonjëherë? Po, është ngrit zoni disa herë, na kemi edhe njerëz që punojnë në institucione të larta. Po flasë për ata që kanë shkollu dhe nuk janë, që në është problematik pak, ende jemi pak në atë fazën e problematika, sepse politika e të cilët ushtrohet në Kosovë shka në familiarizëm, apo në nepotizëm që është. Jo vetëm Kosovë, po në Ballkan. Ballkan, përgjithë. Ka, aja është, në të kuptohemi, sepse na jemi mrapa shumë në këtë aspekt. Jemi mrapa. I numër të vogël e kemi të profesorëve, të arsimtarëve, të mjekëve, numër shumë të vogël. Dan, po të rrasë dan kështu. Kom pa që shumë ashkali, sidomos kohëve të fund të habita me prezencën e ish zavens ministri që o dej dje ka thonë një mashkali për betum, sot e shok kandidat një RDK, tjetri vullnetar i fuqishëm dhe aktivist i fuqishëm i PDAK-s e shok kandidatën PLE, pse ashkalit me ju bashkangjit partive të cilat thirrën në emër të një komuniteti tjetër që është egjiptian? Është çështje e interesit. Nëse folëm për Gani Elshanin, unë shumë di për Gani Elshanin, ka qenë një shok jemi ngusht, por pse ka bërë këto vetëm çështje e interesit. Sepse është habi interes personal. Momentin që ty komuniteti jot ka bërë zavens ministër, momentin që ty komuniteti jot ka unë kam pas bërë zavens ministër, 2 mandate kam pas bërë Gani Elshanin zavens ministër dhe ai për një pozitë të cilën ja ka premtuar i RDK-ja, që do ta ketë, atëherë ju ka bashkangjit i RDK-s. Sepse të na tash një komunitet të cilën ne, si komunitet ashkani, nisa janë shumë e gjatë dhe sheh vetin që me numër të votave nuk mundet me arrit. Sepse të na pozitat i morrin sipas rendit të votave. Sipas radhitit që shikon votat, edhe ashtu renditën të votës. Ai se ka po vetin se nuk e ka pas më shumë trupin votues se 200 votues kur. Në atë jetë kemi 500, 700, 1500, 2000, 3000, ndoshta. Dan, pse numri 4? Kësaj radhës është numri 4, sepse për një arsye nuk kom desh të jem pjesë e pazareve me të marifin, nuk kom desh ta pengoj procesin, sepse të kisha kërkuar ndoshta isha kanë edhe numër 1, por kësaj radhës e kom provu me numër 4 sepse numri nuk tha çfarë. Le ta din qytetar sepse do më shkoj me provu veten edhe me numër 4 sa vota do të marr. Dan, qysh po kalon tereni? Je që goxha këtu bëre më shumë se një javë në teren, qysh po shkon tereni politik? Tereni është shumë i gjanë në aspektin elektoral. Jemi të kontaktu, njerëz i numëri qytetarëve presin që shumë shpejt të kthejna. Ma shumë të do të më përgjigj sepse ata na thirrin, apo në para se me një studio telefonat ata i dajnë na thirrin, me shku me kontaktu me qytetarë. Në ndoshta nuk po mujnë të gjithë, mi vonë, por po bëjnë thirrje nëpërmjet rrjeteve sociale që të na votojnë dhe po besoj që kësaj radhe do t'ja dalim. Sa vështirë me kon djali Danosh Ademit? Po kë është të na është pak një unë jemi në politik që mirret me muzikë. Po po djali kryetarit sa kur bëna nervoz që kënante shtëpia që të sona. Okej. Hey, kur ke filluar me kënu? Kam filluar në moshën 6 vjeçare. Unë hina pak në YouTube i për cilla, do hedi kërkon një vogël. Cila ka qenë konga jote e parë që te e ke kënu? Konga jo në parë kanë maturant, që ne kam kushtuar për maturantët. Po, edhe si shkoj karriera, hejt? Atë ka pengu babin karrierë? Jo, as pak. Se të në herë një fëmija, po filloj për vetës, fëmija që kanë pas babën në një pozicion diku asi, të në herë kanë thonë, hajtë, s'po shkoje, që po thënë që Danushi për përkra djallin, a ka qenë hejdi pak indrojtu për që djalli i Danushit? Nuk më kam pengu kësen që jam djalli i Danushit, apo çfarë do ketë, unë kam një kontrën tem dhe ndë ndjeki. Po du më thënë gjithë shikuzve që hejdi është djalli i Danushit, mirë po Danushi ka mujtë me përdor autoritetin e vetë në për media si deputet. Mirë po,
Heidi është në intervistën e tij të parë sot, duke thënë kështu që Danushi ka qenë aq i angazhuar mas popullit, sa që asnjëherë përsëris, pra asnjëherë nuk ka thonë asnjë mediumi që merr mani djalin në emision, duke ju thënë prap që ndikimi i Danushit, mas poj si Danush, e mastej si deputet, ka qenë shumë i madh, që ka mujt Heidi me konë sot një për marshon një dajmë lallë, por kjo ka mungu. Pse Danush të nëherë kërë puna thmive, ju politikantë nuk të regoheni kështu, po të mundoni poplin për para. Qa është kjo punë Danush, se na thmija politikanëve e vutë të nashi? Është shumë e vërtet, po të kisha desh sa djalin ndoshta ishte bërë dhe VIP, sepse zorin e këtë bukur të mbël, kanë kërku shumë mediume të punon për dikon, që kanë dikon, e kanë thirë, por nuk kam leju, sepse atëherë populli duke thonë që djalin e vet për ngrit, edhe shumë talenta kemi na te komuniteti tonë në Shkali, nuk kum pos qef, dikush s'poku ta ndin ato në zemrën e vet, atë po qef për shembull dan Danush Ademi djalin e vet për ngrit, e neve na kalon. Po Danushi ka punu për trit. Kum punu për shumë trit e komunitetit. Edhe ka herë du mi më shelë që me punu për djalin. Nuk kum punu për djalin tem, djalin ti kum thonë, jo, ti mundesh me qitë ndonjë kongë, sa e përket financimin nuk ta kish problem, por me kohë do t'i zonë shapat e vetë, tash ky, i ka bët 18 vjetë dhe besoj që karierën e zetë, sepse edhe pse u rrit pak ma i gocë që do, ndashta, i madhë, por zërin e kotambel. 18 vjetë i ka. Danush, sa shkenar kur një prendesh e djalin? Shumë krenari. Pas gjanë nuk ki diçka. Pse ta lidha këto, e përshëndes shumë Besa Gaxherin, deputetën e Kuvendit të Kosovës, edhe djalin e vetë kam pasën klas, edhe të në herë të ke djali. Kesh puna pse, mami në televizion, mami atje, mus po bëjap hapsi dhe ke mami. Por sot djali është marinar në Amerikë, edhe unë shpesher i thëmë, mami, por gjithsesi edhe unë ja kuptoj, sepse dhe ajo ka qenë hap me karierën politike. Po, ka qenë kolega ime shumë në Parlamentin e Kosovës 3 mandate. Danush, sa janë shancat Danushin Kuvend Kosovës? Po, në kësaj radhë besoj që do t'ja dalë. Vuku e mirë. Tu e pa Qazim Ramanin e të Marifin mrena. Danush, ta thëm një... është një gare vështirë, nuk është e le. A? Një gare vështirë është. Mu veç një shka më habit. Veç fa. Qysh Qazim Ramani me shku në Kuvend në Kosovë, do më thonë me pri një parti, qysh është pëdakaja? Faj, popleve... Hajde për Sabitin, respekt. Po Qazimi, mu më duket pëdakaja me ardhjën e Qazim Ramani në krye, sikur o pa të qenë një parti e fort, një që delshin pa të konkuru për zgjedhje partia e fort, sepse do me pas kretoj kredibilitet. Edhe unë mendoj që si Danushi, si Etemi, komuniteti Ashkali brenda asaj, me sa një unë komuniteti Ashkali dhe jam shumë krenar për ta, ka njerëz shumë fuqishëm rana. Nuk mund përzinan pëse në brendshme, tyre, nëse populli vendos, shkan edhe Qazim Ramani. Aja ke dërzu ti? Po, vetë ja kom dërzu me dërë. Ja dërzova se ashtu desht. Hejt, ma shumë thirët një kam që na ke pru, na do njekim në fund të kësaj bisede, pse ti dush mi thirë moshatar tu me votu për Danush Ademin? Është një njeri që i cili ka punuma për rinin, cili o konë aktiv me rinin, po foli që unë ka djallë që o konë aktiv. Jo, sa për djallë, kësë e lafdo heq, a kuptoj që se ka jep shams. Ka pos aktivitete shumë të trit, i bëj apel trive, që ta votoni babajin tim Danushin, do të ketë shumë projekte për rini, të cilët me kryet të babajit, shpresojmë që të tjetë deputet dhe të realizohen ata projekte për rini. Familja Danushi duke qenë familje shumë e respektume, se këta dhe të falin veç për njëri tjetërën. Brenda liste ka një zonjë të mrekullueshme. Një zonjë e cila ka tregu që duke qenë pjesë e Telekomit Kosovës,
duke qenë pjesë e qytetarëve, zëri sepse gjithë jemi me Telekomin. Ajo ka tërgu që din të menaxhoj, din të jetë një lidere në vendin ku është, po çka në qoftë si u mund anosh për shembull, ty edhe e Hedin. Po, akoma krenari se me po fëmijën tanë marrë së vetvetja, dhe unë mendoj që vajza ime do të jetë një lidere me filluar të ardhmen. Sepse me shumë nga zemra ka marrë punën time shumë me seriozitet, edhe pse unë i kam thonë mos sepse për të udhëhequr në politikë shumë më vështirë sidomos në komunitetin tonë, por e ka marrë nga zemrës dhe me ka marrë shumë me seriozitet. Komuniteti ashkali ka nevojë për një femnë, sepse çdo herë ka pas 2 deputet, por kur s'ka pas femën brenda Kuvendit të Kosovës. O zë fuqishëm, shpesh edhe këshilla tha të bëj çto duhet bëj çto me bëj, shumë e talentuar, por unë i kam thonë o rrugë e vështirë, rrugë e rëndë, po nuk tërhiqet dhe po beson, unë tash konkurrente e kam, po besoj që do t'ja del edhe ajo. Besa shpesh thonë aty ku se pret, aty kërset. Do me tregu kur ka qenë lista BSAK-s, Hamza Bale ish deputeti i Kuvendit të Kosovës ka qenë numër 7 dhe ka qenë ohin lidh veç me mush numër. Edhe i fitoi zgjedhjet u bë deputet i Kuvendit të Kosovës. Tu do të thonë që edhe vajza hiç si diet. Ka dhe ajo rrethin e vetë që mune me kryu. Hejt, mes tjedhe, mes motës dhe babit, ku vëton ma me zemë është? Po të e këshyrë listën kena drejtë vetë kandidat të votoj. Do të ta mundësan, nge? Po, ta mundësan me muto dhe motën edhe popin. Kosh problem. Unë i kom thonë edhe bashkëshorët e stime ka të ta votojnë. Po të ishme vetëm një kandidat, tash edhe. Pro, dhe thonë, i kom thonë, okej, ti vendës. Une, duke njof nanat, nana shkën ka thëmija. Sigurisht. Çdo herë mbrella e shtëpisë është nana, kështu që. Dan, a ka familje në Ferizaj, në Pej, të komiteta shkali flash çdo herë, që duhet mu vizitu dhe nuk jam vizitu? Ka shumë familje në Rrafshin e Dogazhinit të cilët nuk i kemi vizitu. Nga komuniteti unë Ashkali. Edhe çdo herë ka qenë ankesë kja. Edhe është ankesë, por njiftoj nga kjo studio që të kësaj radhës na votojnë, numrin 125, numrin 4 dhe vajzën time sigurisht numër 18, po pir nishit deri 100 kanë drejt 10 kandidatë i zgjedhur. Po që to dytë mos harani. Po, ajo është 4-18. Edhe na mendojmë që Tash ngom një mu mos votoni se ters. Tjerë të kordoni. qytetarja ka të drejtën e vet ku do le të voton. Unë kam drejtë edhe me mu shpreh. Ti ki drejt. Unë kam drejtë me dhënë sugjerim që të janë më të mirë që të dash votoni, po me ngu mos votoni. Jo dini. Ti vjen si qytetar, si gazetar, jam jashtë të drejtë me kërku për gjithë. Ka ta vendos qytetari, është e mirë, është e drejta e tyre. Thirrja jote për komunitetin. Thirrja ime është për komunitetin tim Ashkali është kështu. Komuniteti jam i dashur ju ftojt të dilën të dini të gjithë të votoni. Arsyeja pse? Se 6 vite asnjëherë nuk u ngri zëri në Parlamentin e Kosovës. Aty ku i kemi lanë, punët aty na kanë mbetë. Sa e përket pikës A, ndërtimi i shtëpive, asnjë nuk ka livrit. E kena pas deputetin më herët 4 vite, tash ky tjetri Artoni nuk di çka kërkojnë. Unë kur e di vetën që kur gjë nuk kum bë, nuk e di pse edhe me kërku vot. Për çfarë drejtë është i këtij Artan Aslani det kërkon vot, kur asnjëherë nuk e ka bë. Dhe ai nuk do të jetë përfaqësuesi i popullit ton tash. Nëse shkon, se pushimi na, patarici ku na është me kohë, dhe asnjëherë nuk do ta bën asnjë lëvizje. Nuk presim diçka nga ai. Por voto mbi të gjitha, unë mendoj që aty ku i kemi lënë pikat, sidomos të ndërtimi, besoj që kësaj radhë për një mandat 4 vjeçar, asnjë shtëpi nuk do ta lë në Kosovë e cila ka nevojë të ndërtohet për raste sociale. Sepse kemi shumë nevojë kanë qytetarët dhe projekte kemi të ndryshme të cilat do të ndihmojnë. E kemi projektin e shëndetësisë që të shfrytëzojmë jetët e ministrisë se të trajtohen në rastet e rana jashtë vendit. Shumë kemi pas gjatë mandatit tem, një vlerë deri 3 milion apo 4 milion ka shku, po ju në shërutën, për ja të saj dita, asë një rast nuk u shëru. Asë një rast nuk ka shku dikush me qunë një letër. Edhe pse kemi shumë raste me 100 raste. Asë një herë. Dhe prandaj, unë me plot guxim e tham këto.
Astoni se meriton më zgjedh. Sepse se ka ndihmu popullin. Kolegu tjetër I cili ka qenë, asaj nuk meriton më zgjedh. Popullit ton I dohet një person I cili është dhe ose I populli që I mbron të drejtat e këtij popullit. Asgjë nuk kam personale mas një, por kam dhimbje për komunitetin sepse te na ndërrum ka qenë problem ta bimi deri në këtë situatë popullin ta ndërtojmë, ta rregullojmë. Ta zgjedh dikush edhe për një herë këtë tirzon. Kthen mbrapa për disa vite. Na nuk kemi ku të kthehemi mbrapa për 1 minutë, e jo për shumë vite. Por nuk ka strategji, kemi pas program, nuk e meriton të jetë deputet nga PS-ja, nuk e meritojnë. Ata një numër I madh kanë dezertuar nga listat e tona dhe një populli do ta ketë qartë. Ato e ka votu në PAI, ka dhënë dorëheqje me një herë mas një jave, apo 2 jave pse ka votu. Ku me të vota e popullit, pse? Unë nuk kam qenë pjesë e PAI-s, po nuk është në rregull. Ata e popullit cilët ka votu në PAI, me automatizëm ekip me një fjalë ma popullore me ekip përbuzë ato që ta ka dhënë popullit. Sepse ata të kanë votu. E tash me sa guzim der dhe kërkon votë. Me sa guzim, është turp. Ata njerëz të cilët ma herët kanë qenë, nëse dezertojnë me një vend tjetër, dënimet janë konë tashpëra. Tashpëra janë konë dënimet. Jem shtet nga PAI-ja, jem shtet nga sovrani I PAI-s dhe ke dorë krejt dikun tjetër I cili nuk je lider. Nuk është lider sepse këto nuk e ka votu dikush. Kjo është iniciativë e një qytetarit që s'ka lider. Popullit I do të lider. Po populli nuk I kupton gjana si ne. Vatani koalicionin PAI, PDAK dhe LPB e në të keni 4, 18 dhe zgjidhni edhe 8 të tjerë. Danush Ademit, faleminderit. Shumë faleminderit. Hejt, unë do më thonë që studiot tona janë të hapura për ty. Nderit. Ne do ndjekim bashkë me pas këtij emisioni disa këngë tuaja, po këtë emision do mbyllim me një rrumbullakësim të këngëve të cilat na ka sjell Heidi e dinta kimin ton të radhës. Unë tjerën do ju jap informacionin se a fitu me Danushin apo jo, po me 100% besim në Zot, unë besoj se do ja dalim. Faleminderit që ishte me ne Danush, faleminderit që ishe. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Heidi. Faleminderit. Oj zogo jelek me vija, oj zogo jelek me vija. Ai ke pa shoqet e mia, ai ke pa shoqet e mia. Po thot lau jon jam I pasur, o nuk më në tëna pa po dërsum, o pa shoshni e pa jarona, o se I rimë nuk bona, o pa shoshni e pa jarona, o se I rimë nuk bona. O na kam thënë o ti e ma e mira, o na kam thënë o ti e ma e mira, o e ke vlerën o sa 1.000 lira, o e ke vlerën o sa 1.000 lira. Ani ti ma I ruse, ma I duj ma nanën, o duj ma nanën, e une nanën, o do ta duj, a do ta duje, o se ka rrit, o so kolo për mu, o so kolo për mu. E hajde, tash me reshu plaka, për qiftin e I, o sot me ti
Ko me ti pro zemër, ku dit me të manuse, trandofilat barba, trandofilat kuqe. Ko me ti pro zemër, ku dit me të manuse. Wallah, mashallah, lumlalla qet kam, jem jeti jem, pa fjall t'in alem. Wallah, mashallah, lumlalla qet kam, jem jeti jem, pa fjall t'in alem. O von, jeta lava o hajde, ju kanë e dit, ju kanë e dit, du me knu ka dal, son të hova hova, jalla për qoqnije, ku vazhdova, ku vazhdova, e ju kanë e dit son të me vulletem, e sot akoni qyshe ke martetem, janë thalin, pojnë le kur vetem, e përini, e dio klolla vetem, e se gjithmon ju knok shavate.